Titull: Klodi i tërbohet Benitës, mos luaj me ndjenjat e të tjerëve. Shtëpia e Big Brotherit ishte e mbushur me shurmë, por për Klodin çdo gjë rrotullohej rreth Benitës. Ai e pa atë të qeshte me banorët e tjerë dhe një ndjesi e çuditshme, mes irritimit dhe tërheqjes, i mbushi gjoksin. Zemra i rrite fort, mendja i shpërndante mes dy emocioneve kontradiktore, dëshirës për ta paralizuar dhe ndjenjës së frikës që po humbiste kontrollin. Benita: mos luaj me ndjenjat e tjerëve. Se e mbush shejtani pastaj. Tha ai me një zë të dridhur, por i vendosur, ai nuk mund të fshihej më. Çdo fjalë ishte një shpërthim i brendshëm i ndjenjave që kishte mbajtur gjatë gjithë kohës. E dija që ajo kishte aftësinë të provokonte çdo njeri që i afrohej, dhe kjo nuk ishte ndryshe as me të. Benita, me atë buzëqeshjen e saj sfiduese, e dinte fuqinë që kishte. Bluza e saj e hapur zbuloi gjoksin, dhe ajo mori një pellush të madh, e hodhi mbi gjoks si për të treguar se kontrollonte situatën. Një lëvizje e thjeshtë, por kaq shumë kuptimshme. E shikon sa e lehtë është për mua të luaj me emocionet e tua, por ajo nuk ishte vetëm lojë fizike. Në sytë e saj kishte një shkëndijë inteligjence dhe vetëdije. Ajo e dinte që çdo reagim i Klodit ishte një provë për të. Ajo e pa kur Klodi i shikonte sytë, të mbushur me një ndjenjë të papërshkrueshme. Një përzierje të tërheqjes dhe frustrimit. Klodi vetë nuk mund të kuptonte pse ndihej kaq i trazuar. Pse më prek kaq shumë? Nuk duhet të ndiej këtë. Nuk duhet të lejoj veten, mendoi ai, ndërsa një val pasion ndjesish e përplaste nga brenda. Ai përpiqej të qëndronte i qetë, por çdo lëvizje e saj, çdo buzëqeshje, çdo gjest i vogël, e kthente tërë mendjen dhe zemrën e tij në një rrëmujë emocionale. Banorët e tjerë qeshnin dhe komentonin, por Klodi dhe Benita ishin në një univers tjetër. Në atë moment, gjithçka ishte vetëm tensioni i padukshëm mes tyre, një lojë e brendshme që askush tjetër nuk mund ta kuptonte plotësisht. Klodi e kuptoi që Beni